shtis këprin, palita cara, ka marrë planët, një ka përgatësu, një ka shkatru planët. Një incident i pazakont u regjistrua këtë të mërkur para ambienteve të Spakut, ku një grua nga Kurbini tentoi të hynte në perimetrin e sigurisë. Sipas pamjeve nga vendngjarja, ajo u përpoq të kapërcente rrethimin metalik, por u ndal menjëherë nga efektivët të sigurisë, të cilët ndërhyn duke e larguar nga zona e mbrojtur, pa krijuar incidente të tjera. Gruaja u identifikua si Drane Gjoka, e cila në një prononcim për mediat deklaroi se prej vitesh është në një konflikt ligjor për një pronë që pretendon se ka fituar me dokumente të rregullta dhe vendime gjyqësore. Ajo shprehet se pavarësisht proceseve të ndjekura dhe vendimeve në favor të saj, e drejta mbi pronën nuk i është njohur plotësisht nga institucionet përkatëse. O kam bë kallëzime penale, prokurori, polici, gjykat. Janë letrat gjykate në apelit. Çfarë vendime janë marrë? Vendimet janë marrë gjithmonë të kundra. Kundra meje dhe kundra pasurisë time. Në kë jeton aty? Unë jetoj vetëm me djel. Unë sa kam marrë për të bërë kallëzim në Spak. E bëni edhe kallëzim në Spak? O, kam bë dhe nuk më kanë pru letrat. Shkësërisht e keni bërë si e keni bërë, me post? Me post e kam qu dhe nuk më kanë përgjigje. Jo, s'kam marrë përgjigje. Kur e keni bërë? E kam bërë para 3 vjetë, e kam marrë prapë. Si sot, më kanë luftu edhe atëheri dhe e lash. Ta shti nuk ba ma ujë pilafi. Atë kanë informuar nëse janë pushuar apo... Jo. Nuk kemi për ato kallëzime apo ka filluar apo jo? Jo, s'më kanë informuar fare, nuk di gjë për to. Gjoka theksoi gjithashtu se objekti në fjalë është dëmtuar me kalimin e kohës dhe se jeton në kushte të vështira. Ajo akuzoi përfaqësues të pushtetit vendor për përvetësim dhe ndërhyrje të padrejta në pronë, duke pretenduar se janë fshehur dokumente dhe vendime gjyqësore. Sipas saj, çështja lidhet me një pronë të blerë që në vitin 1990, për të cilën ajo kërkon zgjidhje dhe drejtësi nga institucionet. Shëveri teknike, s'ka punë tjetër. Shëveri teknike këtu.